Në fakt, unë do dëshiroja dhe du që epilogu tjetë ai që krejt populli shqiptar e pret, një gjykim lirus. Mendoj që prokuria pavarësisht punës intenzive, lëndës voluminoze me mijëra prova e me qindra dëshmitar, deri në 300 dëshmitar, nuk ka arritur të vërtetoj pikat kyçe të kësaj aktakuze, qëllimin kriminal, bashkimin kriminal, pastaj përgjegjësinë komanduese të personave dhe çështje tjera që ndërlidhen me to, dhe mendoj që nëse kjo gjykatë aplikon standardet çfarë i ka apliku edhe në raste tjera që i kanë apliku tribunalet ndërkombëtare, posaçërisht për krime lufte në Jugosllavi, atëherë bazë këtyre standardeve do duhet të merret një gjykim lirus, por prapse do të them që në një proces gjyqësor gjithçka është e pritshme, kur nuk mund ta mendosh ose ta